Një cikël shkrimesh se si opozita përtej aksioneve të saj po i bën një shërbim politik dhe elektoral Edi Ramës, çfarë ndodhi dhe ku po shkon Partia Demokratike me qëndrimet e saj, disa analiza që sjellin më shumë fakte dhe të vërteta përballë opozitarëve dhe ndoshta mundësitë ndryshme për reflektim dhe zgjidhje. Ambasada e SBA-s në Tiranë uroi një ditë më parë popullin shqiptar për zgjedhjet, pra shpresa e fundit e opozitës që amerikanët të mos njihnin zgjedhjet, por të mbanin një qëndrim kritik ndaj tyre ra më shpejt se sa pritej. Ambasada nuk mund të uronte për zgjedhjet pa marrë një konfirmim te Departamenti i Shtetit, prandaj kush merr vesh nga politika e kupton se çështja e zgjedhjeve është një kapitull i mbyllur, pavarësisht kritikave që mund të ketë për to. Në fakt ka dy qasje, njëra që u votën të gjitha dhe qasja tjetër që ishin zgjedhje të lira dhe shumë demokratike, e që Edi Rama kishte një votë plebishtare. Në fakt ka një rrugë të tretë, zullume në zgjedhje mund të ketë pasur, por për çdo mendje të ftohtë dhe racionale, çdo zullum nuk ka ndikuar në fitoren e socialistëve. Mund të jetë në një mandat më tepër, por fitoria e Ramës në këto zgjedhje nuk është vënë kurrë në diskutim, dhe kjo nuk është çështje e sondazheve që dilnin paraprakisht, nuk është çështja e njohjes që i bëri ambasada e SBA-s. Kjo lidhet me një perceptim në opinionin publik, ku dhe vetë demokratët, për ata që kanë qenë në terren dhe kanë njohur situatën, deklaronin se Edi Rama do të fitonte. Në Shqipëri ishte krijuar një frym që socialistët do ta merrnin pushtetin dhe jo vetëm kaq. Në CNA dikur shkruam se do të jetë një humbje jo e dhimbshme, por therrse. Fatkeqësisht ndodhi pikërisht ajo që ne tham, sepse në shumë qytete të Shqipërisë, nga bashkitë dhe zonat e saj, demokratët nuk kishin komisioner, kishin një organizim të çorganizuar. Nuk është çështja vetëm e listave të njerëzve që duhet të krijonin frymën dhe organizimin. Një PD që s'ka më struktura organizative, nuk funksionon poshtë në qelizë, është shpërndar pa një leadership politik stabël që vjen dhe nga përplasjet e vazhdueshme brenda llojit, me ndarje me partitë e reja, me fytyra që jepnin shpresë të djathtë si rasti Agron Shehajt, njerëz të ndershëm të cilët dikur shfaqeshin në parti të vogla me klon politik që kishin pritshmëri votash dhe këto i bënin vetëm dëm Partisë Demokratike. Prandaj dhe humbja do të ishte therrse për demokratët. Nuk do të ishte më një humbje që do t'u dhemte pak, sepse socialistët do merrnin 72 apo 74 mandate. Rama pritej që të rritej me 2 deri në 4 mandate. Megjithse, ai pati një rritje prej 9 mandatesh. Ku qëndron problemi politik dhe publik në këtë moment? Ajo që po bën Partia Demokratike në parim pas atij qëndrimit të ambasadës amerikane, fatkeqësisht duket se do ta dëmtojë më tej atë. Berisha po vazhdon me të tijën, ka të gjithë të drejtën legjitime të kritikojë zgjedhjet. Këtë instrument ka pasur në dorë gjithmonë, këtë instrument i mësoi edhe Lulzim Bashës. Thelbi është se gjithë ajo fushat dhe ai program elektoral që në fakt ishin vërtet për të vlerësuar veprimet e tanishme të opozitës, pa fuqinë e saj, sjellja, artikulimi në publik apo disa lëvizje, po tregojnë se është shumë e dobët dhe ka dalë nga zgjedhjet e dërmuar. Kjo të bën të mendosh se ne po shkojmë drejt Edi Ramës së parë.